këtij aksioni. Sala, linja për ty. Prokuroria themelore në bashkëpunim me Inspektoratin Policor të Kosovës kanë kryer bastisje në 3 komuna të Republikës së Kosovës, atë të Obiliqit, Prishtinës e Fushkosovës. Nga këto bastisje janë ndaluar 5 zyrtar policor edhe 2 qytetar civil të njëjtit. Dyshohet se kanë kryer vepër penale, keqpërdorimi i detyrës apo autoritetit zyrtar, mashtrim, marrje rishfeti, dhënie rishfeti. Të njëjtit aktualisht janë duke lehtësimi zyrtarët policorë aktualisht janë duke intervistuar në objektin mbrapa meje, i cili është objekti Inspektoratit Policor të Kosovës dhe se nuk dihen a ka përfunduar apo jo intervistimi i tyre. Policët, zyrtarët policor edhe 2 qytetarët dyshohet se kanë keqpërdorur dokumente pronësore dhe kanë ndryshuar pronësinë e tokave të personave të ndryshëm. Nuk dihet se çfarë veprimesh do të ndërmarrë prokuroria themelore, do të jenë në ndalesë apo edhe të njëjtit do të lirohen. Këto janë disa nga informacionet që ja vlen të përmenden dhe të tjerat. Do të keni mundësinë të ndiqni në edicionin qendror të lajmeve përmes një kronike më të zgjeruar. Sala, të faleminderit shumë për këto detaje që na dhe në lidhje me këtë aksion që po zhvillohet në 3 komuna. Do të flasim tani për